Çfarë lidhje ka aktivizmi me punësimin? Më shumë se sa mendon, zbulojë në këtë video. Çfarë është aktivizmi? Jo, nuk po flasim se aktivje në TikTok, palestër, solar apo në bar në energjileje. Flasim për aktivizmin që ndryshon botën dhe ndihmon komunitetin. Vullnetarizon dhe ndihmon të tjerët. Pastron parkun në shoqëri. Organizon një aksion humanitar. Mbron lumin nga ndërtimi i palishëm. Voton, proteston për të drejta apo lobon për një afat provimesh shtesë. Jo për aktivizmin me 5 kafe në ditë, edhe urrejtje në forume. Aktivizmi i vërtet rinor ka 2 vlera kryesore. Ndihmon shoqërinë dhe bën më të mirë për të jetuar. Por, të ndihmon dhe ty të zhvillon dhe të bën më tërheqës për punëdhënësin. Si? Njerëzit aktiv kanë mendësi proaktive. Kujdesen, janë energjik dhe ndërmarrës. Këtë duan punëdhënësit. Kanë deri 25% më shumë aftësi të buta, pra ato soft skills, komunikim, punë në ekip, organizim, sepse këto zhvillohen natyrshëm përmes aktivizmit. Sqaron rrjetin e kontakteve, networking, që është një super përparësi. Ti dallohesh nga turma. Në Ballkan, vetëm 10% e të rinjve janë vullnetar, ose janë pjesë e ndonjë organizate. Pra vetëm 1 në 10 kandidat ka atë faktorin X, dhe është ai që zakonisht merret në punë. Si ti je aktiv? Mundesh dhe vetë. Bëu pak vullnetar, pastron një park, ndihmo një aksion humanitar, voto, merr pjesë në diskutime për buxhetin e qytetit tënd. Dhe mund ta bësh edhe përmes një strukture dhe organizate. Për shembull, organizata përfaqësuese e nxënësve apo studentëve. Në shkollën apo fakultetin tuaj, ekzistojnë organe të përcaktuara me ligj që përfaqësojnë zërin e nxënësve dhe studentëve. Në shkollë, këto janë këshillat apo trupat e nxënësve, ndërsa në fakultet janë shoqatat studentore, unioni i studentëve, parlamenti apo këshilli studentor. Emri nuk ka rëndësi, por ky është organi në të cilën përfaqësuesit e rinisë zgjidhen dhe duhet të luftojnë për të drejtat e nxënësve dhe studentëve, si dhe të organizojnë projekte nga më të ndryshmet. Shko në shkollë, kontrollo në fakultet se si zgjidhen, çfarë bëjnë dhe përfshiu aktivisht, bëu një lider apo një lidere. Një organizatë rinore apo një shoqat të rinj bashkon një grup të rinj që kanë të njëjtin qëllim, të njëjtin ide, por që dhe janë regjistruar si një shoqat apo një organizatë jo qeveritare. Kanë një vull, strukturë dhe një llogari bankare. Ata mund të kryejnë projekte, të aplikojnë për fonde dhe të organizojnë çfarë të duan. Është një terren i shkëlqyer dhe për zhvillimin e aftësive udhëheqëse personale, për edukim, për udhëtime e shumë gjëra të tjera. Regjistrimi nuk është ndërlikuar. Hyj nevojitë në disa të rritur dhe një kërkesë regjistrimi në gjykat. Një organizatë e tillë mund të ketë dhe bashkëpunim ndërkombëtar, të krijojë rrjete me organizata të ngjashme në vend apo dhe në botë. Të krijojë rrjete me organizata të ngjashme në vend apo dhe në botë. Përpërësit e të drejtave të rinjve, lajmi i mirë është që në të gjithë Evropën ekzistojnë dhe këshilla apo trupa të veçanta rinore, nga ato komunale, qytetare dhe te ato shtetërore. Antarët e tyre zakonisht nuk janë individ, por janë pikërisht organizata rinore të përmendura si ato më sipër. Për më shumë informacione, mund të ndihmoni organet zyrtare të rinisë në vendet përkatëse, si për shembull Kongresi Rinor Kombëtar. Mund të jesh aktiv dhe në të drejtat e njerëzit, ekologji, kulturë, shëndet, çështje të grave, punë humanitare, në sport, alpinizëm e të tjerë. Të rinjt në partitë politike janë struktura rinore në parti që edukojnë gjeneratën e re të politikanëve. Edhe nëse nuk të pëlqen politika, ndoshta ti mund të jesh ndryshimi. Tani dikush mund të thotë, jam shumë e re, nuk mund të bëj asgjë, çfarë aktiviteti do të bëj unë. Por nëse Greta dhe Malala të mitura mund ta bëni dhe ju. Greta Thunberg është aktiviste suedeze e klimës, e cila në moshën 15 vjeç filloi të Fridays for Future, të premteve për të ardhmen dhe u bë zëri global i të rinjve për planetin, çështjet mjedisore, por dhe për gazën edhe shumë çështje të tjera. Malala, luftëstare pakistaneze për arsimin e grave, i mbijetoi vrasjes së talibanëve dhe vetëm 17 vjeç në 2014 u bë fituesja më e re e çmimit Nobel për paqen dhe sot ka fondacionin e saj global. Nuk është tek mosha, është tek qëndrimi, guximi edhe veprimi për shoqërinë dhe për aftësitë tua. Aftësi që të hapin derën për punë. Tiç portalin Star
dhe videot tona të radhës.